Lajmet e fundit të luftës mes Iranit, Izraelit dhe Amerikës dëgjojeni me kujdes. Askush nuk fiton. Bile është bërë një masakër nga të dy anët. Për ata që nuk janë, sepse shumë nga këto informacione nuk jepen, qose keni vënë re, të gjitha informacionet që janë në për televizione ose lajme janë të gjitha të reduktuara. Shikojeni mirë. Dhe mundohuni që të informojeni nga burimet të rëndësishme. Unë mundohem që dhe punojmë, por sot u interesova dhe më shumë dhe zbulova disa gjëra që janë vërtet për të diskutuar. Kush është rastisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos, shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përbashkë. Me sa duket, Irani është në avantazh. Janë mbledhur për rreth 500.000 njerëz në qendër të Iranit dhe gjeni dhe që të gjithë duke bërtitur. Dhe të gjithë këta duke qenë të gatshëm, por jo vetëm kaq, sepse edhe Hezbollah i Libanit, me një fjalë edhe këto grupet organizata, si mund të quhen, të Libanit, u bën së bashku me ushtrinë e Iranit. Dhe si që kemi përmendur, Irani, përveç ushtarëve efektiv, por është ngritur në këmbë edhe rezerva, para rezervistët në përgjithësi. Kështu që nuk janë më 1 milion, por do t'jenë shumë, sepse po afrohen nga të gjitha anët. Bile do t'ju them, një raket ka qëlluar në zonën e Turqisë. Mirë po është azgjesuar, një raket iraniane, të pak të kështu thuhet, këto janë informacionet, por u azgjesua nga NATO, pra përpara se të binte në territorin e Turqisë. Por duhet të dini që Naftali Bennett, që është një ish ministër i Izraelit, e tha haptazi, para pak ditësh, e tha haptazi që synimi ynë i dyti, pra Irani i dytë, do t'jetë Erdogani. E ka drejt për drejt me Erdoganin dhe tha drejt për drejt me Erdoganin. Kështu që do të dëgjoni këto kohët e fundit që do ngacmohet edhe Turqia. E di që shumë tani do thonë që çfarë do t'i bëj Turqisë, nuk është ky problemi. Turqia është e fortë, ka një bazë ushtarake fantastike, është njëkohësisht me NATO-n, ka mbështetjen e Rusisë, ja del edhe vetë pas një problem. Por në qoftë se do të ketë një konflikt, sepse lufta e tretë botërore, për mendimin tim, ka kohë që ka filluar. Në heshtje, por çeta të vogla. Mirë po intensifikohet dhe po shtohet akoma më shumë. Në fakt, Irani e dinte shumë mirë këtë. Dhe me sa duket, Irani kishte informacione të sakta dhe përpara se të qëllonin. Në fakt, nëse e butre, tani po lëviz nuk ka në çdo minutë, pak të kështu thuhet të dhënave, që Irani mos të godasi qoftë me raketa, por edhe me drone. Bile janë shkatëruar baza, jo vetëm të NATO-s, por edhe ato amerikanet, në Abu Dhabi. Baza e Abu Dhabit, në baza e Irakut, baza në Kuwait, baza në Bahrain, dhe i shkatëruar dhe radari kryesor. Radari që ishte ai që jepte dhe merrte informacionet, ai madhi, dhe njëkohësisht edhe një shpërthim ka qenë edhe në bazën në Basora, 400 km nga Bagdadi. Mirë po, në ngushticën e Harmuzit, se nuk e shqiptoj do të mirë këtë, sepse nuk e di si shqiptohet në gjuhën iraniane, iranianët kanë intensifikuar një pjesë të madhe të ushtrisë dhe nuk dihet se përse, kanë shkuar aty me tanke dhe janë të përqendruar. Pra, nëse do ta vini re nga njëra anë dhe nga ana tjetër, po luftohet ashpër, qoftë nga Izraeli dhe së bashku me Amerikanët, por edhe vetë vendet islamike. Dhe unë, siç e kam thënë dhe në fillim, jam i bindur që kjo luftë do zgjasi jashtë mase. Shumë do zgjasi, sepse ky është vetëm fillimi, si thash, ndonse irakianët janë të përgatitur, ndonse amerikanët janë gati, ndonse kanë të gjitha palët, kanë forcat të mëdha, madje do t'ju them, përpara se ta mbyll bisedën e mbarshme, më falni. Pra, kjo do të zgjasi shumë. Kjo ishte thelbi i kësaj përmbledhje, por njëkohësisht ka të dhëna që Irani po përgatit 28 bomba atomike. Nuk është një lajm i rrem ky, sepse e lexova dhe në disa artikuj, dhe ajo që më bëri përshtypje që këta thonë që mund ta
mund t'i përgatisin në një kohë shumë të shkurtër. Kur thuhet t'i përgatisin, për mendimin tim i kanë gati, vetëm që presin nuk e di. Ose ndoshta mund t'i ketë ndihmuar Kina ose edhe Korea. Sepse ndoshta ishte ky shkaku edhe i Donald Trumpit që kërkon që të neutralizojë Iranin, sepse mund të kishte informacione, sipas mendimit, sepse kemi thënë në disa video tjera, që mund të kishte informacione që Irani ka bomba atomike, ose po përgatiste bomba atomike. Megjithatë, ky lideri i generali ushtrisë irakene deklaroi haptazi që ne në një kohë shumë të shkurtër do organizohemi dhe pra me bomba të mëdha, dhe ky është vetëm fillimi i një si e quajti mbrojtje. Pra ne vetëm po mbrohemi në këtë moment, nuk po sulmojmë, ky ishte mesazhi i tij. Dhe merreni me mend, nëse me të vërtet mund të ketë bomba dhe mund të hedhi ndonjë me fjalë në parafërs, për shembull pranë Turqisë apo ku ta di unë, çfarë mund të ndodh. Siç e pat në spanjollët, me fjalë e ndaluan Amerikën, dhe Trumpi është acaruar shumë, në fakt, po e ndaluan që të përdorin disa baza në Spanjë për ulje dhe ngritje dhe të avionëve luftarak, mirë po Spanja tha nuk do të jem pjesë e kësaj lufte, dhe kështu që kategorikisht ndaloi Amerikën. Mirë po tani Trump është acaruar shumë dhe kërkon që të vendosi gjitha taksat me Spanjën dhe të shkëpusi marrëdhëniet me Spanjën. Dhe kjo është e rëndë, sepse me kalimin e kohës mund të ndodhet me vende të tjera, sepse Spanja është aleate me vende të tjera. Ndërkohë, Donald Trump kishte parashikuar përpara se të fillonte kjo përplasje që brenda një muaji, që është muaji shkurt dhe pastaj fillon marsi, që jemi në mars tani, po ishte fjala për shkurtin, pra brenda muajit shkurt, sapo të përfundonte lufta, me fjalë ky ishte mesazhi, do të ulet çmimi i naftës ndjeshëm. Ç'është e vërtetë, sot çmimi i naftës ka shkuar në 13% më shumë. Këto janë statistikat e fundit, nuk është se i shpika unë, dhe mendohet që në muajin që vjen të rritet edhe 10% të tjera. Me fjalë do shkojë 25% më shumë. Tani më thoni ju se çfarë benefite ka kjo luftë. Nëse nafta rriten intensifikimet, vriten njerëz etj. Nuk di të bëj paranteza, sepse nuk i njoh të vërtetat e Iranit, ndoshta kishin zbuluar sekrete që ne nuk i dim, por kjo është situata e fundit, që është me fjalë e përmbledhja situatës së fundit, që është vërtet një gjenocid nga të gjitha anët dhe nuk e kuptoj pse. Megjithatë, janë vrarë nga të dy anët, flitet shumë pak dhe shpresojmë që mos të ngacmohet Turqia, sepse po ngacmohet Turqia, problem është. Sinqerisht po them, problem. Megjithatë ju nëse keni informacione të reja, na shkruani dhe na mirë.